jemi para faktit të miratimit të një drafti që para 4 vjetësh u bë po me konsensus, por kur u provuan në 2 zgjedhjet e radhës, ata që e hartuan e kontestuan. Sikur të rregulloheshin qoftë edhe këto 2 gjëra, ashtu siç u premtua, pra administrim jo me militant politik dhe numërim elektronik të votave, shpresoj për një proces që do të quhej garë, madje dhe ndershme. Në fakt, nuk u bë as minimumi i mundshëm, jo më për të vajtur deri tek korektimi kombëtar, çka ishte kërkuar dhe pranuar nga shumica e partive, për të mos thënë nga gjitha partitë faktor të politikës. Duke filluar nga këtë javë, ne kemi nisur konsultimet me bazën dhe do të jetë verdikti atyre që do të përcaktojë se kush do të jetë pozicioni real në aleat fiktiv, në aleat real